Përshëndetje. Përshëndetje shikues të radio televizionit Istënia, shikues të emisionit Një Kafe në Labin. Është kënaqësi që edhe sonte jemi bashk me Lum Halabakun në piano, por edhe me musafir të cilët sonte vinë për ju në studion e emisionit Një Kafe në Labin. Është kënaqësi që sonte është Mimoza Mustafa bashkë me Shkumbim Kryezeun. Do të flasim me ta pas një kohë gjatë që nuk kanë qenë pjesë e emisionit Një Kafe në Labin për shumë çka. Pjesën e dytë të emisionit Një Kafe në Labin është kënaqësi sepse një mik i joni, por edhe ky ka kohë që nuk ka qenë prezant tek ne, Burim Hoxha. Bashkë me Lumin do të na këndon, por edhe do të flasim bashkë me të. Kënaqësi sonte se kafja më përgatitet gjithmonë për e kremit, kafja e pavinit në studion e emisionit Një Kafe në Labin. Faleminderit Ekrem, faleminderit Respekt pafund, faleminderit. Shikuesve ju them që ndrojmë bashkë me ne, sepse nata është e gjatë, nata është e bukur, me musafir të dashur dhe të respektum, por mbi gjitha e di që nata është e veçantë edhe për juve. Astrid, Hajdar, faleminderit shumë që jeni në pult atje, Berat faleminderit, Ambi faleminderit, edhe Fatos faleminderit. Por një falenderim të veçantë që du me bo sonte, është për juve. Sepse mbi gjitha, ju jeni ata cilët më jepni dashnin, vullnetin e madh për me qenë pjesë e çdo jave e emisionit Një Kafe në Labin. Shikuesit e shumët. Faleminderit, respekt pafund. Është kënaqësi e madhe që sonte unë ndaj studion e emisionit Një Kafe në Labin bashkë me këtë dyshet mrekullueshme. Mimoz Shkumbin, është kënaqësi dhe nder gjithmonë kur ju kam pjesë të emisionit Një Kafe në Labin. Faleminderit Lap, kënaqësi është edhe për ne. Pra kemi shumë vite që jemi bashkëpunojmë, edhe kur më vjen ftesa nga ti, unë s'mi me refuzu. E pa kjo me rënd për emisione, Unë e di që priton pak për me dalë me intervjist, po... Jo që pritoj, po i kom disa të zgjedhur si që je ti, edhe ndoshta edhe 2-3 vetë tjerë që nuk muj me ju thani jo. Unë kom kënaqësinë dhe respektin jashtëzakonisht madh kur e di që ju kam. Është kënaqësi për mua dhe për Mimozën që po hanë edhe vetë, kur jenë pyetje ti, për shkak se njëna shumë shlirë. Edhe na lidhën një periudhë bukur e gjatë kohore, edhe njëna me të tregu drejtën bashkë si shpitime. Kështu që... Mu po më vjen mirë dhe kafja në erë, faleminderit Ekrem. Kjo është sigurisht reciproke, edhe është pak pas një hezitim, për shkak se na deshte na jenë figura publike. Edhe është një farë lloj edhe obligimi ndaj publikut, ndaj njerëzve që me qenë prezent media. Mirë po, ka njëherë kjo punë, po edhe po kesh përdorët, për shkak se të thirrin një ditë para se me qenë termini. Ajo është veç një farë lloj stereotipi, diçka që... I ka dështu mësafirin? Po, diçka ka aty. E kjo mu po pengon kohët e fundit shumë. Thirë sot për nesër. Sot për nesër nuk thiret. Nuk thiret. Me kuptu njërë për gjithmonë se... Mirë po, prapë unë e kom konsiderat, mirë për raportit me ty është kaj tjetër më abet. Thash, mos t'i përsëritin fjallët, është diçka kaj tjetër. E bukura që edhe unë jam rrit bashkë me juve. Jam rrit bashkë me juve, bashkë me frymen e muzikës, bashkë me frymen të mirës, për shkak se unë për thëmë, jemi bashkë këtu, jemi të Një Kafe në Labin, ka kohë edhe ka vite që unë nuk i kom pasur në studio. Kështu dyve, mu më bojë qepi edhe pse. Ne, faktikisht, kemi në kara rasti me pi kafe shpesh herë, bashkaresh kështu, jashta emisioneve. Mos, pse po mendon se duhet gjeneratat e reja? Njerëzit kanë nevojë me të pa në televizion, njerëzit i ki adhurues të tu, i ki njerëz që faktikisht kanë dasht me vite dhe vazhdojnë me dasht, por edhe mbi gjithat kanë veçu gjithmonë, sepse i kone veçume në paraqitjet e tuja televizive dhe skenike që i ki pas. Është e vërtet, po mendoj që trit ka nevojë ma shumë promovu. Ne i kemi kalu ato fazat e publikimit. Kështu që është e vërtet që
duhet mu paraqit para publikut ton i cili të dënë, kështu që pak edhe ti the pritoj, po për hir të publikut edhe për hir të bashkëpunëtorëve si që je ti, une nuk muj me refuzu. Sot, po mundoheni që ta edhe Mimoza edhe Shkumin, po mundoheni gjeneratat e reja mi përkra, po mundoheni gjithë kohës me pas fryma të reja. Unë po e shoh, dhe me thonë që gjithë projekt që e punon Labia, dhe me thonë qoftë Mimoza, unë i di edhe këto koleget e reja cilat janë, që Mimoza është një farë mësimi, jo veç se qëta, jo bërë në këta, jo të kjo, dukja kjo, këto në tjetër të produksionit i kogja i e për rëndësi edhe gjeneratave të reja. është e vërtet për shkak se është shumë e rëndësishme për neve, mas pari, si produksion edhe si producent, me pas prurje të reja, me pas diçka që njerëzit kanë dëshirë me pa, edhe unë i përcjeli trendet sa mundem, se gjenerata jonë, gjenerata pak më të vjetra nështë, kanë pas mundësi edhe hapësin bukur të madhe dhe janë promovu. Po nuk e përjashtoj, gjithmonë për mu është interesant materiali që e sjell, punën që e bën. Ajo është për mu qelsi. E tash, shqyqyr zotit, ka artist të ri, ka këngëtare të reja që po binë gjanat mira, janë të gatshme për bashkëpunim, edhe për mu është kënaqësi. Edhe me të regu drejten, une jem bo një farloj, si një farloj vrojtu, si tu i përcjell kush qka po bën, mirë po nuk është e letë edhe kjo. Për shkak se ka jo pengesa, po janë disa barjera, për shkak të menaxhmenteve, për shkak të promocionit, planit të në menaxhmentit të në që kanë mendu ata me publiku atë material, bashkëpunimin mirë, po unë po thëmë edhe njerë jam falenderus se gjej një gjuhë për bashkët, i besojnë punës time, e kanë pa që jam konsistent me vite, edhe kjo është ajo që mu më bën mundi krenar shpesher për shkak se njerëzit besojnë. Në punën tonë, në këtë showbizin e Kosovës, ose Kosovë e Shqipëri bashkë, Shqiptaris është shumë më rëndësi besimi. Besim. Qofse e ki qatë autoritet, e ki qatë besim, problem nuk ki me pas. Ka me pas pengesa gjatë rrugës, po gjithmonë ka me dalë ma mirë se që e ki para me ndu. Sigurisht ti e din mirë këtë punë, ka gjatë këtë punë, edhe e sheti shumë mirë, e din ti në bazë tonit, zonit, kur dërë me bishtedu me dikon, ose kur dërë me bashkëpunu me tërë, e she sa është i gatshëm, apo sa është flegman në atë aspekt. Kjo është për mu shumë rëndësi, ka shumë energjit mirë, ka besim edhe është për mu një satisfakcion kjo punë. E bëj me vullnet, nuk pres që bëhet për një natë që dia, as për 2 net, unë jam që 3 dekada ma te për produksion privat, po ashtu edhe Mimoza, kështu që kjo është pjesë e jetës, na u ka bo, është pjesë e çdo dite edhe pjesë e çdo momenti të jetës. Sot ka xhelozi mes kolegëve, po ama të këty nuk e kam vrejt kurse unë cash. Je mundu gjithmonë dhe je gjithmonë e hapur, domethënë edhe mi jep këshilla, mi jep kritika, mi jep sugjerime, këtyre kritikat ato kritikat pozitive, këtyre veshë që ta bën këta, merr këta, që këtë rinë më mirë, që këtë shkon më shumë, që këtë vjen më po ndaj pikërisht me gjeneratat e reja. Se sot po e marr shembull shumica pak e kanë atë xhelozin, jo pse dol, pse e boni, pse po më imiton, pse po më kopjon, pse ka fustanin nga vakisione, pse kanë bën ngjyrën e flokëve si timen. A di qysh, Labi, unë mendoj që të fazat që e boni si une, na gjithë moda sillet, trendi sillet, edhe na gjithë e kopjojmë do shta njeni tjetrin se që ajo është trendi. Kështu që une, me të thonë drejtën, nuk kom xhelozi, kom kolege, kom shoqe që vërtet i sugjeroj, thomë kjo të shkon ma mirë, mos e vesh këtë fistan, mos e bo grimin kështu, ndoshta që kom qep me pa bukur. Unë kom qep me pa bukur. Unë edhe në kur e kemi gjirimet e sidomos xhirimet e fund vitit, ja bes. Unë e beso që kom qef një pas dhe këngëtarët më të bukra aty, sinqerisht po, se është kënaqësi edhe kur ti she vokali po se po,
qiknon bukur këngëtarja ose këngëtari, po dhe kur duket bukur. Edhe publiku e dënë. E dënë, po, e dënë të bukurën. Po, e dënë të bukurën edhe pse në komente thuhet që ju s'pas ka za, ju pas ka za, ju vynë zani që është kjo veshje, a është kjo revy mode, po këto shkojnë bashkë. Nuk ndajnë njëna për tjetër. Nuk ndajnë. Si me ndajnë dashninë dhe muzikën, a mundën i me ndajnë ju dhëtë? Ja, qashtu është. Qashtu është, kështu që... është e kompletume, duhet me pas një imazh artisti, duhet me pas një vibe që e tërhek publikun, vokali është shumë më rëndësi. Po është më rëndësi edhe personaliteti. Qofse është i prishtën shpirt, koteko. Energjia. Po, koteko, a i mundet me knok me qenë bylbyl. Mirë po, bylbyl i shurdhum se nuk e donë kërkush. Po, kalzoj. Une, po të thëmë, kam përvoj me shumë njerëz që kanë energji. Ka disa artista ose artiste, më tash nuk po du mi ndohë mashkull femën, që e kanë një rezatim në momentin e parë. Une ato e vrej. E ka bo puna që e punoj, une e vrej. Edhe që ata artista kom qep mi pas nga atë. Se rezatojnë në sekund, në sken janë dishka ndryshe. Edhe reflekton, edhe në shikushmëri. Se na sot, na egzistojnë prej shikushmërisë. Na nuk egzistojnë prej fjallëve të thata. Pa. Shikushmëria është aja që ty ta determinon komplet procesin. Kjo është. Unë po e ditë më thënë që periullën e fundit ka ndryshu tregu, ka ndryshu gjithë shkapi, ka ndryshu bota edhe televizive. Shumë. Sa jeni aktiv në rrjetet sociale? Për shkak se gjithë shkapi sot o bo TikTok, o bo Instagram, o bo YouTube, gjithë shkapi. Tek YouTube nuk jeni keq, se unë po e thëmë, për shkak prurjet, po i bëni prurjet gjatë gjithë kohës, keni prurje, edhe në anën tjetër ka klikime, ka komentime, dhe më thonë qëmta. Po, tek rrjetet sociale, tek Instagrami, tek TikTok, imi mos që shje? Unë TikTok nuk kam. Okej. Nuk është që e du shumë, nuk e di pse. Nuk më pëlqen shumë. Instagramin e du mas shumë ti. Kam Facebook, nuk postoj shumë në Facebook, po i shoh këto aktualitetet politike ma shumë i përsjedhin Facebook, e në Instagram, këto tjera, showbizin, modën, receptat të ndryshëm të ushqimeve, edhe... Vazhdojnë me kuna akoma e minë kuzhinë? Po. Që ki qenë gjithmonë? Po, është dina mirë, pra me pregadit, me bo diçka të mirë. Shtu që me TikTok si jam nështë apo gaboj, edhe pse është shumë aktual, mirë, po diçka nuk më të rjek, nuk e di pse. Shkumin? Unë me të regu drejten këto rjetet sociale i përdori, për shkak se i kom si një farloj supporti për këto materialet muzikore që i publikoj. Cilat punohen? Ajo është e domosdoshme. Sot, qofë se donë me dhez një kongë, ti e ki testin më të mirë në TikTok, një refren, një histori e shkurt. Po flasë për muzikë. Jo, është support, e ki Instagramin, e ki fanpage-in, e ki Facebookin, edhe une këshyri me që ato me shty YouTube-ën për para, me shty qatë material, qatë vepër që e publikoj. Edhe në qatë aspekt e përdori shumë. Edhe pse ka njëherë e shoh që po ngeci, për shkak se duhet me qenë shumë ma i furrishëm, shumë ma agresiv në shta marketing, e përdori për marketing. Po. Mirë po, kom edhe support me disa portale tjera, cilët i japin kogja hapësirë materialeve të mija dhe i falenderoj publikisht. Është Infoline edhe Faber Media. Janë portale që publikojnë për rrëth showbizit edhe mu më ndimojnë. Po edhe në sjelltas kanë informata, kanë lajme të reja prej materialeve që ne i prodhojmë. Jam aktiv e më intereson edhe shumë më tërhjek. Gjithmonë më ka tërhjek kjo bota mediale, rrjetet sociale gjithmonë më kanë tërhjek. Fillim e kom pas shumë vështirë kur kalum prej analogut, kalum në online e çdo sen, ka qenë për mu pak jo e vështirë, po e kisha si bezdi, nuk e di pse. E kisha një farloj hezitimi. Po, tash tepër bile kom kritika prej rrethit e prej shoqënisë, pse në stop jenë telefon. Për shkak postime? Ka drejt, po, për shkak postime, e ki një farloj kontrole, e shet që ka po ndodhe, se jenë sistem. Faktikisht jenë sistem të botës.
Po nuk po bën edhe me tepru, se ti po jetë pak keqe dhe shoshni edhe pak jo i habitur, po je i fokusum diçka tjetër. Edhe kom kritik prej shumë shokëve të mi që kur dal me ta telefonin mos mi marrë me vetë. Zakonisht, sa herë që ju kom përballë, sa herë që jam me juve nuk e di pse më vjen ajo lulja mimoze gjatë gjithë kohës, dhe më thonë, edhe gjatë kohës, pa e marrë shembull se kush do të më thonë që me kënë do të bisedoj qa, edhe në fakt i kom mimozën në Shkumbini në studio të shtumë këtë javë, dhe më thonë të kjo, edhe mimozën në Shkumbini, po, unë e do të jam për ty për herë, vetëm një pravel. Kështu që gjithmonë, o kun kanga ajo që nuk e di pse e kom dashur shumë, edhe vazhdoj edhe sot e kësaj dite për me dashur atë kangë. A ka diçka ngjajshme, apo ka shans mu ripërpunu, mu sjell një frym tjetër lule mimozja prapë? Ko mendu me ripërpunu, ati ide ma ke dhonë ti ljapë që duesh me përpunu gjithçysh. Me përpunu, po mendoj që diku ka prambera edhe do t'a bëj. Është një këngë që është e vërtet që sot ma përmendën. Aqë shpesh njerëz e përmendin që... Nuk e ti, është njëra prej këngëve që mbetet, është mbet dhe më thonë? Mbetet, ajo, Ljabi ajo periudhë ka qenë një periudhë e artë për mu, sepse komponu me një kompozitor të Maqedonisë që më ka bush mjaft hite. Këngë këgjat mira. Këgjat mira, këngë të ndihmume. Edhe janë punume për kushtim. Edhe Shpëthos Shkumbini me shumë për kushtim o punu, tash punohet ma shpejt. I ka punu. Tash mrenda natës po punohet, mrenda natës po punohet, po bëhet teksti, po bëhet gjithë shkape, po publikohet, edhe që ta po hup shumë shpejt, dhe më thonë kanga. E përpara... Ndrysho. Edhe kështu që a ideali ma nuk punon, edhe unë tash e kom një kongë të re, që e kom shumë të bukur, me Butrin të Rashitin, është një baljat. Kongë shumë e bukur. Shumë kongë e bukur që e ka... Kur publikohet? Publikohet ashtë në varet prej producentit. Jo, 7-8 ditë. Okej. 7-8 ditë është autor i muzikës dhe i tekstit Nurteli. Një kongë me të vërtet e bukur. Butrinti ja ka dhonë hakun si dinaj, gjithashtu edhe mimoza. Është projekt me të vërtet që po kam dëshirë me dëgju edhe në vetur. Edhe pse jena të ngarku me shumë materiale, po materiali veçantë. Unë e poshtë që kjo e patë për qef kongën edhe e poshtë që do me dheza e kongë, edhe në bazë njerëzve që e kanë dëgju, është një material shumë i mirë. Material që nuk vjen qatë shpesh. Ajo ndodhë, ajo është edhe fatë. Edhe fatë. Mirë po kjo edhe kërkesat i ka pasë. Qashtu, ka ditë edhe me lypë, Nurteli është për momentin është i jashtëzakonshëm. Sa i përket hiteve që i bën, kur e qillon. Unë e falenderoj. O shumë i mirë. O shumë i mirë edhe o shumë friendly. Shumë, edhe shumë do me thonë, pra o shumë friendly, shumë do me thonë, energjia që e kemi me to se kur s'ki, edhe energji të mirë, kur s'ka të pozitivitet as ka nga s'muna të më bojnë. Jo, definitivisht jo. Edhe më pëlqen Nurteli, folim na që ta shbohen ma shpejt. Për shembull, ti shkon aty, ulesh, ai që aty e bën kongën, që aty e bën tekstin. E ka fokusin. Ka pasin e madhe ka. Për bravo. Deshta diçka më ndërlidh me lule mimoze, nuk e di, të kom të regu ndoshta, që kur e morëm tekstin, mimoza tha qysh unë që tekst mi knu për veti, tha që tekst tha, dhe i thash që kjo është hiti, thash parë të zotin, vesh kënoj. Se kjo gjithmonë është detajiste. Po, shumë, ata jo pak, po shumë detajiste. Edhe në tekste, a qysh unë që tekst mi knu, tha që kjo tekst është, që to hiti. Po. Se teksti ka dhonë shumë rëndësishme. Shumë. Unë për të mëne edhe së dhe kësaj ditë, dhe më thonë sare që e kom mimozën për balë, dhe më thonë mu më bjetë në menë lulli mimozë, dhe më thonë mu më bjetë kanga në menë. Veç që duhet mu përpunu me shumë kujdes. Duhet mu vo dance, dishka. Me shumë kujdes. Për që ato po shoh.
Po du pak të kjo dytë, a keni ndru raporte me meqte, me kolegët dhe me shoqnin, për shkak se gjithmonë një kon të hapon, gjithmonë një kon dashur, gjithmonë keni pas një rreth shumë të madh. A ka ndrua, o paku rrethit e jo, a është shtu vishë ma shumë? Me të thonë drejtën të unë po. Është paku apo është? Është paku. O paku. Të shkumbini veç po zgjeru. Të unë është paku ljap, tash mu kanë rritë smit, faktikisht i kom si bëjkenin rozafën, si shokë dhe shoqe. Po, shokë shoqe. Adena dhe thoi, nan rri edhe pak brëpë se përshkon me plajt, po flasim edhe pak, po bisedojmë. Edhe thjesht nuk du me nejt me njerës që ma japin një energji të keqe. Unë du me kursy vetë vetën. Kur po nisë që mi bo do vjetë, pe kursejshe vetë vetën. Edhe pe kuptejshe, edhe pe kursejshe vetë. Pse ti me marrë diçka një dhënim? Pse? Edhe me shku në shpe, edhe me të pas mit në atë gjendje, se ti nuk ki qare pa e qua, të duesh shkon në shpe edhe diskuton, edhe ndigjojnë të mit. Pse? E qove energjinë e keqe në shpe. Shtu që i ma mirë, unë jam gjendje me dalë vetë, me pini kafe, Instagramin, edhe jam shumë okej. Edhe pse kom shok që unë e shumë i du, shok pra me vite, kom Aiden, që o shok që jem që vërtet shumë e qmaj, edhe për punën që e bon ajo, po edhe për njerin që është. Që është. është një shoqe që nuk të thot veç me ta bo rafsha, jo se me thonë bukur, mirë. Ajo i thot... Ajo ta thot realitetin. Ajo ta thot realitetin. Minët të keqen ta thot drejtës. Kjo ma e bukura. Ajo është shoqe e mirë edhe kom edhe shoqe tjera që vërtet kaloj shumë mirë me to. Mirë, po e kom ma të ngushtu mrejtë. Ma të ngushtu mrejtë. E shkumbini është i hapër. Jo, unë për veti, unë jam bukur aktiv edhe me shoqni edhe me njerës kontaktet, duhesh mi majtë. është mi kultivu. Edhe pa komunikim e ki problem sot me funksionu. Komunikimi është primar në disa ditë. Edhe tash, unë e kom fatmirësisht, unë e kom bëj me disa gjenerata. Unë e tash punoj me matrisit që jam vetë. Edhe mu më vjen ma letë po punoj me matrisit që jam une, sidomos me producenta muzikor që janë matri, këngëtare, po nina ma rahat, nuk e di pse. Komplikimet janë me këta gjeneratë. Komplikimet. Që me njëherë del komplikimi. Ama jo me të gjithë. Jo me të gjithë. Mirë po, unë e di, adini se përvojën e kom të madhe, edhe sakte di diagnozën. Sakte di që ka mundet me ndodhë, po kjo ka njerë ma bon qysh po mund është mi, adin qysh, oj mi mos, thash, na jena ti jenë punë, deshte, po duesh edhe me përbi ka njerë diçka. Jo, edhe unë ato e kuptoj me përbi, po duesh... Kur është ta kem pune, kur është mirë, normal, po për qef... Kompromisi është që thojnë qelësi ose sekreti kësaj pune. Pa një kompromis e ki problem. Adin unë i shoh, janë njerëzit kategorik, ja, veç kështu unë, po ka dalë, se veç kështu nuk shka ashtu. Nuk ka mo, kanë ndryshu gjithë shkape. Veç unë e qështu po du, po së mund është ashtu. Ka probleme të vogla, mirë po unë po të thëmë edhe njerë i balansoj, e kam përvojnë, po të thëmë, shqyqyr zotit e kam përvojnë, edhe vetë për natyrës, jam maj qetë se me i moza. Po më nëjnë raport me njerës. Kjo s'po mundet mi përbalu do padrejtësi. Jo, unë shumë jam me qetë, po nuk kam nevoj me najtë me dikon që më bo nervos. Bashkë, e bukur kja. Shok e kom edhe egzonin. Rrugën se cili rrugën e vetë. Egzon Pirecin, po kur na rrimë bashkë, po na knaqëm. Po. A kupton, ti del me shoqni me u knaqë. Me undi mirë, me kalu një natë mirë, me jo tash aty me marë... Energjim pozitive, negative. Jo më tash jo mboni, s'mboni, jo... Jo me ta gjujtë kështu një pjallësit, adin nuk është mirë ashtu. Sa ere ulleni edhe bashkë kështu, edhe i kujtoni këngët e juja, këngët e kolegëve, përpashme. Sa keni nostalgji për atë kohën? Po di jo dhe unë, nostalgji jo, unë veç e shoh ka njëherë, thëmë qyrë sa keq e kena bu.
kom pasur. Do më thonë, ka rast që thush sa keq e kena. Po, a din vetë kritik. Po. Ose jo unë, ose dikush tjetër, ose një artist tjetër. Tash e shet ti, tash është të rëdhullu shia. Tash i shet defektet ti. I shet edhe produksioni ka ndryshu. Edhe ka njëherë ka raste thëmu, sa bukur. Ka, dhe një farë lloj kritiku i asaj që a ki kriju. Edhe në basë që asaj ti mandej e din ka më orientu, për shkak se me të vërtet ka ndryshu edhe shia. Ka ndryshu durimi. Sot njerëzit s'ka ndurim. Asë refreni nuk ta ndëgjon. Jo. Edhe tash, ati që është, një laf për ta lyp, një fjallë. Tash lafi me lyp, ka lafi. S'ka mo tekst me bo poetik. Ja, thënë, ko ka najnë frashët. Veç lap njerëz. Ko ka najnë frashët. Sta donë ato. Veç beso që njerëz shumë po i përmendin këngët e vjetra. I përmendin, po. I përmendin, po, jo nostalgjik jo. Sidomos kohën e fundit, po çfarë këngë keni bo jo, përpara jo këngëtar, edhe të ri, në moshë të ri, qëfar këngë na mendzi kemi prit, mi marrë ato videokaseta, ato mikqyre, apo kupton. Unë menoj që sa i përket këngëve, që përpara, e tham edhe ma herët, jam punu me shumë kujdes, edhe beso kur i ndigjoj disa këngë të mija të vjetra, qysh njihen, orkestrimet, tekstet, që janë shumë të bukura. Që, ndoshta, kur e shoh vetëm në i gjirim, kështu qëfar lëvizje kemi bo, në atë kohë, qëfar, adin, më ndi veshja, trendi, vetlat ma të holla, adin, pak të vjen i farë sikleti. Ato që to, jo, që to. Shpeshere kur mu po mi kthejnë, dhe me thonë, me të flokë si ku kashtëja për pare, atë në konë të rëtë për tash. Një këngë të përbashk në Labi që ke qenë edhe ti, fëmijët e mi shumë shpesh e ndiqojnë edhe e shohin, po na aty a di qysh këcejnë, si të trend. Po, kona jo, në atë pak. I përmendet mitë, për që dy herë po i përmendet mi mos që ata janë rritë. Kanë bëjnë me muzikën, kanë vesh për muzikën, e dojnë muzikën? E dojnë shumë muzikën, edhe ndiqojnë shumë muzikën, sidomos muzikën moderne. Pa. Vesh për muzikë si janë t'interesu mas njani, bëj keni meret me futbol. Pa. E donë shumë futbolin, edhe punon shumë, shkon stërvitje, edhe kështu që muzikën veç e ndiqojnë. Janë adhurus të mdhaj të muzikës. A kështu vesh s'po di, bëj keni kënon mirë. Po, kanë. Se kur e ndiqojnë shpet të kënu, edhe ka zonin e mirë, po nuk ka shprej nëjherë kështu, ati në interesim ose... Mirë është të topi. Mirë është të topi. Po. Ishallah ka fat këtë anën tjetër. Tek futbolli se... Po. është edhe punëtor, po edhe i edukumi sjellë që... Jo, është... Në krejt aspektet e mundshme, për mashallah, unë po e thamë. Po. Faleminderit. Shkëmben, e di që është e vështirë sot me pas një këngë të mirë, edhe të mirë pillë, që që ta këngën mimoza paskaron, del. Po ti diçka për veti? Po unë me të regu drejtën, unë gjdo vit ka 2-3 këngë të reja i publikoj. Mirë po nuk ju jap unë shumë hapësirë, ose nuk e bëj atë material me shumë pompozitet, se nuk e di, unë e bëj ma shumë prej hobit. Prej hobit. E bëj, edhe tashën qëtë periudhë, pa ta një këngë të re, do është për projektin festiv, por nuk arrita me gjiru për shkak se qatë ditë mu më droj jetë agja. Pa. Edhe nuk kisha disponim as me dal me regjistru, me gjiru. Pa. Edhe ajo met është një këngë e re, një këngë që e kom realizu para disa mujve, po besoj që tash në mujnë 10 orë ose e gjej një mundësi ku do të agjiroj atë material, ose e bëj klip. Mirë po materialet muzikore, unë për veti e bëj ashtu si që ndjej vetë, nuk kom në i qëllim me dalë me majtë, dishka në i mramja, dishka, e bëj bashkë për hobi. Mirë po e kom pa që ju ka pëlqy njerëzve, çdo vjet i kom bo ka 2-3 këngë, cilat njerëz mi kanë përmen. Më ka ardhë mirë, unë nga pëlqej kënga, jo teksti, se i kom bo panaj tendencë. Pa. Panaj tendencë që me thonë unë tash e bona hitin. Hiti është mohabet tjetër.
Unë valla I du tendencë. Jo, pa na I tendencë. Po jo. A din qysh është? Mu po më duket që ti e pranësi ma shumë projekteve tjera e vërtetë. Se tujave. Jo, ma shumë producent se... Unë e gëzona për një këngëtar që e kom produksion ma shumë se për veti. Ose për këto, ma shumë t'i gëzona. Po edhe për dikon të tretën, për tjetër këngëtar. Unë e gëzona, kom qef, edhe munona për to. Munona, as për veti nuk munona ashtu. Po, natyra që ashtu, unë e vetë edhe fillimun e s'këm dashtë më barë fare me këndim. Po nuk dojshin me miknu këngët e mija këta këngëtarët me emën. Dojshin, ja, kush je ti aty. Mandej e ponë që pas ka dishka, kom pas, kur kom qenë majeri po flasë, kur kom fillu në fillimet e para, edhe më shtenën këta të Radio Prishtinës, në jo, dush miknu vetë, se ti I ki bo vetë, provoje vetë, djali ri, edhe që ashtu fillova une. Jo që kom pas në I qëllim une me dalë para kamerave, e kom pas bezdi, shumë bezdi e kom pas. Po mandej u shlirova, me emisionin radio, janë shumë të mira për artistat të rilë, shlirohen pa. Mandej në televizion, kur pa ta shkua, dhe në kisha bindjen që kejt bota për mi kryo të mnejt. Po, me ko njeri shlirohet, dhe në si në sport, do është pak mundëse. Gradualisht, shëtojnë. Kur kisha dasht pak me kujtu atë kohën e artë t'jujen. Qka kishe dasht me këthy për asaj kohë sëtë? Se mi moza tha, o kon një kohë e artë e jamja, ku në faktikisht I kom pas një disa prej kongve që nuk harrohen edhe I kom pas dhe më thonë në arkiven teme, po edhe tek produksionit, tek klabja, kanë qenë kohë të artë, unë të thëmë, ato vitet të 90, apo ma shambull me njërë bas luftës, gjirimet e para, festive që nuk harrohen, sot e kësaj ditet, dhe më thonë që jonë kongë, ndoshta këngëtarve me emën, shumë të mëdhaj. Hitet kërësore I kisët. Jonë konë, do më thonë, ko qa hite këto. A kishë dasht me këthy atë kohë, me pas sot, për ma shamë, sot nuk o bot, diqka nuk ka. Sot qka të që të bot, është mrenda ditës, mrenda natës, mrenda javës, edhe harrohet gjithë shka. A din, Silja, se une po të legjeve me vëmendje, edhe ka njëherë po thomë, ana ndel kjo emision, edhe ana premton koha, me folë për atë sa kom dëshirë me folë, edhe atë sa kom njohëri me folë. Mirë po, qka mu mërë malli? Jo mërë malli, po që kom nostalgji edhe kisha pas dëshirë me punu një projekt si në ato vite, ku s'kom pas ndë një konkurencë të madhe, s'kom pas konkurencë, materialin e vitit 3, mëj me thonë 80% e kemi bo me muzikë zbavicë. 80%. Muzikë defave s'ka pas. Jo, s'ka pas. Defat janë shumë të mirë, muzika defave është e mirë për darsma, për ahengje, për sunetia, është perfekt. Mirë po, projekte festive, projekte që janë projekte qendrore të vitit, unë e kom dash me promovu artista, me projekte të reja, me albume, që ajo mu po mungon. Sot unë e tash, vetë më vjen m'ja bo next, kur t'i shoh materialet muzikore që edhe vetë I publikojmë, që me knatësi nuk I ndëgjoj. Janë materiale që janë punune për një shije të saktume, mos thëmë që janë talava. Po janë për një shije të saktume. Edhe na tash po duhet mu ju përshtat kohës edhe me publiku dishka që fort nuk e kom në qef. Fort. Mirë po, tash kjo është që kanë ecë senet, kanë ndryshu shijet, kanë ndryshu kërkesat. Qaja mu më kishë konvenu me bo një material pa asni tendencë, asni preokupim tash a kam I pëlqyë dikuja a jo. Mirë po ju kam pëlqy njerëzve që ato materiale. Na kemi pas artista avangard në atë kohë që kur janë dalë njerëzit, janë habit në atë kohë. Sot si ki që ato? Në për programe festive si ki ato? Kure përmendi vish, kure përmendi këto mu kësu këtë kaseta oj dude, dudije, dhe me thonë... Dudije, Adelina Ismaili, Elita Pese, Beka e Marigona e Kifisniket e materiale zbavice, ka pas korona, o ditë. Korona e ka bo një potpori... Muzikë popullore Shqipe. Shqipe që shika hije, Shkelzen Jetishe që shika hije, Sinan Blasaliu që shika hije, kanë dalë artista perfekt, Riza Bytyqi, Naim Krasniqi, kanë qenë artista që me të vërtet kanë sjellë sanet mira. Edhe autorë që I kanë bo që ato kanë qenë
me nivel. Gjevdet Gashi, Ilir Berani, Armen Tërgjebagici, Florent Boshnjaku, në konë njerë që... Enis Presheva, krejt materiale kongë zbavice. Edhe që ajo po mungon. Sot ti me bua ashtu, me të regu drejten, është pak të rikim mirë, por nuk do me thonë që nuk i pëlqen njerëzve. Mos, pajtohesh gjithë... Unë e pajtona me shkumbinin edhe mu mungon që kja, edhe normalisht për veti me pas edhe pak sa unë kam ko me pas edhe disa kongë të bukura. Qysh kanë qenë atëherë. Edhe tash mi pas se është knatësi për këngëtarin kur ti e ki një kongë bukur, kur të metet një kongë, kur të përmendet një kongë, edhe inshallah kthehet që e kolla, s'po di çfarë. Ufuria e sotit, ufuria e sotme, po e marr shembull, është kryesisht koncertet. Një kohë dhe më thonë nuk hupen koncertet, një kohë dhe më thonë nuk pat koncerte, u këthyn koncertet. U këthyn koncertet edhe u këthyn koqa mirë, dhe më thonë mu më vjen mirë tashti pa marë parasysh, unë për thëmë e bukur është një rikëthemi Jehonës, se Jehona ke para që më faktikisht jepi një shtytje dhe më thonë koncerteve që janë i sërvish Mumbajt, janë isi Mumbajt edhe koncerti për ditën e çlirimit Prishtinës, po e marrë shembull në qendër qytetit, koncerti Armendit, shumë koncerte dhe më thonë edhe në Shqipëri në anën tjetër që o bonë. A keni në plan, a keni mendu në herë me bo ju në ajë koncert? Unë e lëpë që kjo puna koncerte bëne para 2-3 vjetë, bile kom pasur dhe biseda me një televizion që me bo koncert me qëtë muzikën që e kam në zemër. Muzikë zbavice, kongët mija, me promovu album. E kom pasur në plan para 2-3 vjetë. Mirë po të thëmë, dinamika e madhe. Edhe tu mos gjetë shumë hapsin edhe, jo financa, mos tonë financa, po duhet edhe kohë edhe vynë kushte pak ma mirë, nuk e kam realizu mirë, po është në plan që me bo diçka me vlerë. Me vlerë për mu kur promovon diçka, e ki një bend mirë edhe me të vërtet e të regon ato sa ki mundësi ti, sa ki vlerë, sa dinti. Se koncerti është një farëlloj promovimi i artisti se sa qënë pesha i artist. Për mu që kjo është, artisti që e merë që atë guzim me bo së të koncert, ka pesh, ka vetë besim, edhe është i pjekun. Po je i pjekun të artistikisht. Une mu që kjo, mu për veti, më provokon që kjo. Edhe besoj që ja kësha dalë si o mas mirë, po aji koncerti si koncert për mu, nuk jom i thorë që koncert me qenë me kongët vjetra. Koncerti duhet me pas edhe prurje të reja. Une po menoj që është të tash. Se këta i kanë bo, unë i kom po koncertet, shumë të mira koncerte, tash i ka edhe kjo Alban Skënderi i ka. E ka koncertin, e ka Adelina, e ka Dafina, e ka koncertet. Po, se tash kongë po dëgjohen, po koncert po vjen ndrysh edhe një strukturë e njerëzve tjetër, e kanë dëshirë, duhen dikun me dalë ata njerëzmi, po me pru diçka të re. Unë jam i thari që asaj, me pru diçka të re në qatë koncert. Me të vërtet është shumë interesant për publikun, se e njën diçka që se ka dëgju kur, edhe ti e ki një farloj motivi që me prezentu diçka. E domosdoshme është, e bukur është që në fakt, mërënda ati koncerti bilim spako një 3 kongë 3 atje. Minimumi. Një 3 kongë 3 atje. Aty fletë se sa qënë rënë qaj artist, për mu. Urno, këndoje, prezentoje, mere bendin, mos difsh mi bo vetë kokë që di njerëzit. Duhet më angazhu, nuk ka punë që i bëhet për një muj. As për 3 dit, duhet angazhim pak maj madhë. Me pas edhe një uri se për mu artistat që kanë sukses janë artistat e meqen. Artistat që s'kanë sukses nuk janë të meqen. Duhet me pas edhe pak inteligencë. Për shkak se sot qajo inteligenca jote, qaj menquria jote mandej reflektuat në shumë sene. Edhe ki t'hyra, edhe ki mundësi me kriju veprat mira, edhe me investu me autorët mirë, se autorët e mirë sa të kushtojnë. Po du tash kur jemi këtu bashkë, dhe më thonë se për koha unë për vish po hije për shë, dhe më thonë edhe në anën tjetër regjia për më të regojnë me minutajën. Ku jemi edhe të minutajat e këto, ku e përdori kohë pas kohë edhe telefonin, po du këtu
I kemi 3 qifte, që jonë 3 qiftet nështë që në fakt, po e marrë shambull, sot në industrinë e muzikës, jonë dashur për publikun, që jonë qifte bashkë edhe këndojnë. Kujna ja kishit besu ju Lule Mimozën për këtëve 3 qifteve. Tash, unë për përmende. Është Ardi Iliriana, është Beslira dhe Driloni, edhe Rita dhe Fidani. Unë ja kësha besu Ardit edhe Ilirianës. Se vërtet janë 2 këngëtarë shumë të mirë. Pajtona, po pajtona, s'po du me pajtona, shumë janë mirë. Edhe janë 3, edhe kanë energjit mirë. Shumë. Kanë energjinë e mirë. Unë e di prej gjeneratave të reja, unë e thash, ju keni përkra. Kujt ja e dorën Mimuz? Prej krejt këngëtarëve të reja. I thush, bravo për stilin, për duken, për paraqitjen, për gjithë shkatin. Muzikës moderne. Po. Ja jap dorën Era i Strepit. Okej. Elvana Gjatës. Edhe Dafina Zeqirit. Okej, 3 javë. Shkom vend? Te mashkujt. Te mashkujt. Te mashkujt. Jo, i thafe... A pi 3 javë, a bon pak ma? Bën. Unë po të regoj drejt, që më pëlqen mas shumë të edhe pi muzikës hip-hop e rap, është Ghetto Gjizi. Po, Geti. E kom, nuk e di, e kom edhe simpatik edhe me zispres kur publikon dishka. Mandej, pi këtyne 3-ve, kanë me ta vequ, është edhe ky, më pëlqen ky djali, po të rind... Imeri. Imeri është i pregaditun, del me klipet mira. I veshën bukë. është me të vërtet artisti kompletu. Ka më në vrejtet e mija. Mirë po të mira që i ka, po mi mujnë që ato vrejtet. Vrejtet. Aja që është e shrier. Edhe e kësha vequ tash edhe e gëzonë Pirecin, është një këngëtar që edhe performon live edhe angazhohet, unë e kumë po tash edhe angazhimin e ti, që tash që do... Se yllin ma robe? Yllimanin Yllimanin e kom edhe koj Shqiplios. Ylli është. Ylli është yll. Unë pitëm, po më bjerë me përmen që sa herë në emision Qika, roha të më thonë e ka pik dëft yllin e jetin krejt kongë dhe ylli malit. Ylli malit. Ylli është. Ka kongë shumë të bukra që na knaqe. I kam disa pyetje këtu që zakonisht po e praktikoj, dhe më thonë që janë të shkurta. Për juve dëve, shpejt kështu minutat e fundit. Dashuria apo muzika? Dyjat. Studion apo skenën? Skenën shumë. Unë e studio. Mimoza do skenën, shkombini studion. Kritik apo kompliment? Dyjat. Mendoj që dyjat duhet. Unë ma shumë kom dëshirë kompliment. Për shkak se të na njerëzit edhe kure të vlerësojnë, nuk e thojnë, që e më pengon mu. A i të vlerëson, por nuk e thot. E ka një farë barierë, nuk e di pse. Se dhja atë ka ndodhë ty që kjo, njerëzit ta i vlerëson, e ka i pëlqen lopi, ose i pëlqen. S'kom pa. S'kom pa kërë mas disa orëve, i dalin krejt që i ka patë. E qaja mu, ama një kompliment të i që të ki bo mirë. Ose tuje, nuk e ki bo mirë. E ti ki ditë me bo ma mirë, nuk e ki bo mirë heke. Ama një kompliment ose se që ato që e meriton, thuje. Për juve dëve, këngë e lumëtër apo këngë vajtuse? Vajtuse, s'ti pse kom qenë. A di pse mendoj për ata njerës që vujnë, që janë ndashuri, që s'po di. Këngë dhe më thënës. Dhe më thënës. Okej, dhe më thënës. Mimoz, kjo pyetja veç për ty. Shkombimi si partner apo si producent? Maj mirë. Dyjat, bre. Dyjat. Se më kupton edhe si producent, nuk ka qare pa më kupton. Mi dosi, mi vrati. Nuk ka qare pa më kuptu, Lja. Mi dosi me më vra. Qashtu?
Nuk ka qare se jam pak e dinte. Ditë apo natë? Natën e du më shumë. Edhe ri natën zgju deri 2-3. Jam njeri natës. Njeri natës. Shkomin? Me të regu drejtën, se kam atë problem. Si ditë, si natë, është më rëndësi me pas disponim, me pas punë me njerëz të mirë. Për mu, si ditë, si natë, është gjithmonë, okej, kur ki punë me njerëz të mirë. Shumë është më rëndësi. Nostalgji apo trende të reja? Trende të reja. Unë e kam ka njerë nostalgji, po e kombinoj. Kam nostalgji për të kalu, më në normal. Zë i parë apo duet? Edhe këtu. Dyjat. Dyjat. Den. Edhe e fundit. Atë sodit, atë dikurshit. Sodit. 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 Në më thonë gjithë shka e sodit. E sodit se që... Ajo e dikurshit ka shku mo? Jo, ka shku edhe ti tash, edhe kur të njës mi bo tash një mosh do vjet tash, duhesh bre pak me të sodit, me bo update, mu përshtat, me rinime, se edhe do vjet, edhe me kanë i dikush, me të bosh, ma vështojnë, e këma mos të shoqët person. O, qështu? Po, pajtona me ty më të të A di duhesh me hi pak me të rrit me qenë, a di mu... Më zësh, tash po ta bëj kështu. A të ka shku mendja na i herë me pa vetën Big Brother? Se me përcjellje, unë e ditu, me gjestin, sidomos që konë e ki përkraj jashtë zakonisht shumë. Sa ka qenë mrenda për mrenda Big Brother. A i shë vetën mrenda Big Brother, se masik Big Brother tash krejt jeta po sillet Big Brother. Është e vërtet krejt jeta mu Shqipni jam ka thirë 2 herë, kur ka qenë Luiz Eli edhe më ndje një vetë ma vonë, po s'po s'di qa kishë ndodhë. Për shambull me pas qenë në shpe, edhe me pa qëfar sjellje kanë bo me gjestin, disa sjellje që s'ishe njerëzore për mu, sidomos me një djallë të ri, kur ti je ma i pjekun e ki isha qmend. Shtu që nështë ta ma mirë heq, si isha nervozu shumë, sinqerisht. Nuk e sho vetën, ljap. Nuk e shë? Nuk e sho vetën, nuk është e letë, veç ata aty e din sa vështire kanë. Gjdo ditë më jenë kamera, ajo ma bosh edhe njësoj, mendoj që i bosh njësoj, kur nuk i vren ma ato kamera. Mirë po, une nuk e sho vetën, ndoshta edhe puna, nëse kisha qenë me e re, ndoshta ndryshe kishë qenë, mirë po edhe për Big Brother, unë mendoj që Shqipnia e ka një të mirë që merë njerës ma të pjekun, ma të rritun, që janë edhe në moshën ndoshta, se aty botë edhe ma interesant. E i riu nështë nuk din, i riu veç si gjesti, Hallalikov që ka qenë djali shumë, për mendimin tem shumë i menqëm. Unë ljab nuk e sho vetëm, për shkak se unë e sho atë format si një format që njerëzit dojnë mu promovu. Unë e për veti nuk e sho vetën edhe s'kom nevoj mu promovu. Se kom një mosh edhe jem promovu krejt jetën. Shtu që unë e kom dëshirë mi përcjell, po jo ashtu shumë i dhonën mas Big Brother, mirë po vetë nuk e sho vetën edhe nuk më pëlqen. Nuk e kisha pa vetën fare aty. Aja është e mirë, po promovo njerës pa njoftun që njetë ti si ki njoft, ose artistat që kanë vlera po mujnë marrë në shpreje, ose njerëz me vlera po vinë shpreje, mirë po nuk është format që une e përkraj kështu me qenë vetët. Une personalisht. është një farloj eksperimenti, ajo, po une për veti jo. As moshën se kom. Po veç është mirë që është që kjo mundësi mu promovu edhe artistë. Po, e normal. është shumë mundësi e mirë. E di që për mu ke një natë e veçantë dhe një natë e bukur, edhe uroj që tjetë edhe për juve. Unë nuk knaqqa me juve dëve. E di që edhe shikuesit ndërshëta jonë knaqë bashkë me neve. Për fund,
po du kështu, shkumbin. Cili projekti, kujna, ka me qenë bombastik për vitin e ri të klabja? Projekti? Po, vish tu ma emnin, mës ma zbullo projektin. Vish tu ma emnin e artistit që ti me ndonë që është ma i miri që mi lënë pak edhe në koreshti me prit. Smoj një, dy. Një. Ja, smoj. Okej, hajde, dë. Një thashu me një. Thash, Mimoza dhe Botërin. E Botërin, thashiti, po? Edhe është Eli Malaj. Eli Malaj. Zakonisht Eli ka baladat. Po e ka në studime, qëfar stili e ka? Nuk është balad, vesh një kongë shumë. Shumë, kongë e mirë, shumë. Pe përshëndesim edhe Elin për këtuhet, se e di që e kemi kesh edhe sidomos kur të mbledhet me juve dhe më thirë. Nëse ku jete, që si e me neve këto. Tash unë e ku me të jeni. Po. E me po që është me nejtë. Po. Ti. Po. Me nejtë, këta dytë me bo qef, këta me bo qef, e na me nejtë, mikë qyrë. është knatësi me pas bashkëpunëtor si Eli, me të tërgu drejten. Po, fatmirësisht, edhe kam edhe bashkëpunëtor tjerë që ta letësojnë punën. Ta letësojnë punën edhe e mira kësaj pune e ka edhe këtë pjesë. Po mendoj ana tjetër e medaljes, pas asaj që shihet. Pa. Ti vetë edhin lakë, se dikush të vjen emision, të vjen kështu si me zore, si adin, ti nuk njihësh mirë. Jo, fakt është. Edhe të na kur vinë këngëtarët edhe vinë me një qef, vinë, na ndjemi shumë mirë. Normal. Ajo është. E kështu që i kemë disa bashkëpunëtor mirë dhe t'jep energji pozitive. Po, që vinë taman me qef, me dëshirë, edhe normal që edhe na jemi të gëzumë. Mu po m'jen mirë që u pata sonte në studion e emisionit i Kafe. Edhe mu po m'vjen mirë që kem, bash u knaqa, në pas ka marrë malli, kështu që faleminderit që më ftove. Uroj të shihemi për të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit. Respekt pafund, faleminderit shumë. Unë them edhe shikuesve që qëndrojmë bashkë me ne, qëndrojmë bashkë me Radio Televizionin Istëni, është pjesa e marketingut dhe më njëherë pas marketingut unë kaloj pjesën tjetër në studion e emisionit i Kafe Labin bashkë me Luma Labakun, bashkë me Burim Hoxhën, ku edhe me Burimin ka kohë që s'kemi qenë bashkë në Kafe me Labin, edhe të flasim, po besa edhe muzikë do të kemi. Faleminderit pavinit për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit një Kafe me Labin. Marketing pas marketingu kthehemi bashkë. Zemra tash po pyet, ku i pata syt, mend ku i kam pas, ajo, lujti lojtën dy, e harrova kryt, tër zemra do me mblas, as rastësisht as qëllimisht, s'du të takoj, se nëse e takoj, prap do t'gaboj. Shoh, ju e dini, sa shumë e ka lëndu, o shoh, mos me lini me taku, duart me lidhni, e mos me lini, me përqafu. Hej, zemra do me di, se ka gjatë kam prit, me undah prej sa, s'kam pranu, të vërtetën s'kam pranu, e kam dashuru, edhe kur kish fal. As rastësisht, as qëllimisht, s'du të takoj, se nëse e takoj, prap do t'gaboj. Shoh, ju e dini, sa shumë e ka lëndu, o shoh, mos me lini me taku,
Duart mi lini e mos me lini me përqafu. Duart mi lini e mos me lini me gabu. Me gabu, po tëm edhe një kim ma këndu. Me knaci. Me rimë kështu, edhe një kim ma këndu. Me knaci. Hajde, okej, Hadi hajde. maestro G. Kujt janë avet që kërcasin natën atë sokake, mos ke dan me mprite dera nana ime plake. Mos ke dan me mprite dera nana ime plake. Mos më prit mua te dera moje mira nane. Asa shumë pas ka të di që i kanë shtina psane. Asa shumë pas ka të di që i kanë shtina psane. Her pran vera, këngës me janise. Nuk ja dalin i trimi tjetër, lagët e lirise. Nuk ja dalin i trimi tjetër, lagët e lirise. E pran vera, frimën e po mandani. Ah mos qane mjena nan, son të ti për djani. Ah mos qane mjena nan, son të ti për djani. Faleminderit Lum, faleminderit Burim, hajde drejt studios, për shkak që tani këto momente është koha që të flasim pak se na këndove, faleminderit shumë, faleminderit. Qëse, na qështë koma e mina, po, ma të të. Po tash për publikun. Po më vjen mirë që je sonte një kafe më labin, po më vjen mirë që të kam pjesë e misionit një kafe më labin, ka ko gjatë që s'jemi bashk. Ko gjatë ka labi, faleminderit shumë për ftesën. Më po qefi faktikisht që më ptofe, se ki emisionin shumë të veçantë, edhe publikun e ki të veçantë, edhe në artistat të t'i pëgjojnë vetën. Mu më vjen mirë që të kam sonte ballë për ballë edhe uroj që me kalu një natë bukur. Me Lumin kalove mirë. Kalove mirë tek pjesa e këndit muzikës, e kemi për ta përgatit kafen. Qësh je me kafe? E konsumon kafen heq? Po, tash u bën dhe si rutinë, ke puna kafes, çdo mëngjes, çka me porosit me espresso japëm syt. Tani edhe dikun tjetër ku po takohesh, kafe. Po, veç po duhet me pas veten kontroll se nuk po e di nga s'ka sa po, kafe. ushqimet i kam reduktu, për kafe valla pa problem. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë, kur jam tek kjo pjesa këtyre kafes, kisha dash me janis bisedë me ty. A ka me dikën që t'ka marrë malli me pi një kafe? Malli. Po njerëz që kemi larg, për shembull larg Kosovës, edhe pse tash po vinë edhe më shpesh, po familjarët, përgjithsisht tash unë jam në Prishtinë. Pa. Ka njerë gjatë javës më merr malli për shembull me shtëpisë, po edhe pse Prizreni është afër, po ka njerë e bën çashtu punë që s'mundesh. Veç ta shohësh kalon 2 javë shkova në Prizren. Wow. A din se çashtu jeta u bë dinamike. Pa. Burim, unë e di që ka një kohë gjatë që nuk kemi qenë bashkë tek intervistat e një kafe më labin. E di që Burimi ka
ka ndru për një zhanër tjetër të muzikës. Ki lujt këgja shumë me vetën edhe këgja shumë me muzikën. Sot je boj dashën edhe për dasmort, për shkak se je pjesë shumë dasmave. Ku ma mirë, ku është? Ajo kohë përpashme a kjo e sotit? Po, kom pas fatin që i kom provu dy zhanërt, po se kom pas letë heq. Se për shembull prej një zhanër pop rock, me dalën popullore, është diçka një kontrast shumë i madh. Edhe mu dasht edhe kohë, faktikisht, me qyç m'ja ba, ku më pegjoj vetën, se ajo kohë ka qenë e artë, jo veç për mu, po për krejt artistat, se gjithë shka u kanë live, edhe e më kanë ndihmu. Për shembull, edhe kur ja kom fillu hapat e parë e din mirë t'i labi që unë kom fillu me live. Vota publikut, atërë s'ka pas këta shumë aletës. Me Popajdolin atëherë shumë. Popajdol, edhe u kanë shumë ma vështirë, me depërtu, ta është shumë ma letë me depërtu. Kjo është një e mirë e kohës sotit, po atëherë s'ke mujtë edhe me shumë letë me depërtu. U dash me marrë pjesë festivale, emisionit mira, edhe në bazë vota me pa apo të pëlqen publiku që me vazhdu ti. Unë atë fat e kom pas që më kanë përkra gjithmonë me vota sa nuk e kom pas probleme me dalë as balutash as gëgja, po. Po, tasht e kom gjithë vetën në dasma se më kanë ndihmu tash muzika live, edhe jo më kanë gjithmonë prej fillimi këngëtari live. Edhe tasht dasmort e bajnë vetën dhe më nëse i pëlqen. Për ty o studio a live? Live, tjetër më abet është. Edhe një vetën, a beson, ndryshe kënoj live, ndryshe kënoj në studio. Se studio mundohë nuk e ki emocioni njëjtë. Ati emocioni ndryshe është para 500 veta me kënu, ndryshe është me kënu veç me një mikrofon për para, edhe ajtu ta bo në regull është studio. Unë e di që shumë kongë ki bo, po njëna pi kongëve ndërsta edhe që në atë kodë, me thonë, edhe është bërë këgja hetë dhe këgja virale, o konë bomboni burimit. Bomboni, që ashtu është kongë që... Sa që këtë periudën e fundit, dhe sa po plafit, këgja virali u bonë edhe në TikTok. Po. Halo, interesant se ta generatat e reja po rritën edhe normal, trendi është i shpejt. Halo, atë kongë e kujtojnë, bomboni, bile se shkon keq edhe me përpunu atë kongë. A ki mendu në një herë për me? E kom mendu, po nështë ta kishë qenë mirë kjo me një këngëtar bashkë. Për shumë në refren me kënu, me qenë një këngëtar ose i repit, ose zhandër tjetër, që me kombinu, adin, kështë dalë interesant, ma me rmenja mu. Hajde refremin kujto ma, këtu. Bon, zemër për ty krejt, bon, krejt qka ti po don, krejt qka ti kërkon, se qenë kësi bonbon. Edhe fjallë di ka tomla. Edhe bomboni ka qenë jo me në atë vaktë. Tërë bomboni e konë. Po mendoj, bomboni nisë nishit. Gjithë kone ke pa bombonin. Edhe bomboni nisë nishit. Po, bomboni nisë nishit, edhe faktikisht mu më zbuloj edhe nisë nishit, që ashtu është. Burem, e di që sot është bo tregu pak më ndryshe, sot është bo pak më vështirë, ndërsta se ajo kohë, në më thonë, po mundësh me gjithë vetën, po mundësh me përbalu këtë ndryshim që është përgjithësi? Po, tashti na folëm që ndryshoj për ime trendi edhe i muzikës, edhe i zhandrit, edhe, po tasht është edhe një përparësi që është edhe ma letë me depërtu të publiko. Edhe këngëtarët që kanë fillu tash, ju i pëtë mundësia edhe në emisione, po përveç asajna është edhe interneti, tash nëse kini ide për shamat kjartë që ka po danë, mund është me provu për mes TikTokut, mund është me provu për mes YouTube-it, apo pëlqejesh, edhe vazhdanë. A mendon që është ma e mirë kjo e sotit, ajo atë hershit? E mirë për dosene, po dhe keqe për dosene. Për shamull, e keqe është që gjithë shka. Tash edhe fëmija ka telefonin në dorë, edhe i këshu senet e njëjta si kërën, si kër fëmijët e minë njëjtë të gjana, do më nuk ka të dhejmë pa cenzur. Pak një stop du të me pasë, ma merë menja, së të mos të TikToku, pak po mendoj që edhe kanë të prova, adin. Adi i banë gjithë shka që nuk i ka hije, tash ti sa do që mundosh mësë mi pati, pa qarë, këtë senet e njëjta pi shofin. Po dalin, dhe ato, qashto. Po, e mira është që tani nëse ki dyshka një material të mirë, ose në i kongë të mirë,
Mërët edhe më të hecë shumë shpejta e plan. Prej e the, pe ati zhandre me kalu një zhandre tjetër, me konë pjesë e dasmave. Sa është përgjësi kjo me qenë pjesë e dasmave, sepse është nata ma e shajt e shumë qifteve? është përgjësi shumë e madhe. Bile, une shumë thëmë, nëse vetë kësha ba një darësëm, shumë kësha pas kujdes konë me marë prej kamermanat, prej këngëtarit, se e veç një natë, qatë natë ti... Po, një natë e ki, dëmëdhën, tashtë mu për thëmë përvoja, më ka mësu shumë sene, më ka da shumë vjetë, se edhe me kënu, dëmëdhën, non-stop ti, kur kënan e bën një farë përvojë, se mëson gjdo ditë, edhe gjdo natë e mëson një sen 3. Për shemëll, nuk është tash në darësëm veç me kënu, është edhe me menagju darësëm. Për shemëll, jo bashkë rastisht thirën edhe ty në darësëm, se është menagjimi i darësëm është shumë e rëndësisat, kur me hi qifti, kur me hi tupanat, nëse ka, kur nëse dojnë qifti me imi një kongë si pas dëshirës tyne. Nuk është tash atër koha që... Nësa dhe naj surprizë. Qashtu, tash për shemëll, nuk atër ka qenë koha, këngëtari ka nejtë veç në skenë. Aty tash një shembull për marë. Tash këngëtari në skenë fillon, po me salës, ifton qiftin, ifton dasmur, kërkohet pak show për këngëtarin. E këto më merr me që veç përvoja. Dhe më thonë me përvoj, dhe më thonë gjithë shkapi. Kështu që e bukur është kur je pjesë të në? është knatësi shumë e madhe. Sidomos kur ishe 2-3 që banë bashkë, edhe që të kanë zgjedhë për atë natë, është shumë që tha vetë, është një përgjithësi e madhe. Edhe normal që mënona më të mirën të mundshme me banë atë natë, për shkak se përveç YouTube-it, më me thonë që në 70% reklama ma madhe është aty live. Dasma, po live është. She aty ndarësëm, s'ki qka ti, as s'ki qka pyt dikon, she aty live, për she qëfar situate pe kryon, qëfar... Ta bjen dasmën? Mu kryesisht të live, dhe më krejt dasma që i kam, unë i kam, që më kanë pa, kështu gjallë. Qëndron mirë me dasma? Shumë mirë. Je i knaqën? Jam i knaqën, dhe i tash shumë, edhe tash jem të punu e projekte të reja, për se po du të edhe reklam në internet me pas edhe, që thashë ma erë pja ti zhanëri, po du tash mi të regu njerëzit që dhe... Muj edhe diçka tjetër. Po, qashtë. Burim, por edhe në anën tjetër, nuk është që nuk je babi për kujdesshëm. Pa qarë, o lap, i bënë qka dushtit të më qunë shtatë, me qunë qerë, jam më së qunë, se problem. Tani gjithë ditën të më botë dado. Ndodhë të me thotë që nëse nuk i qonë në kopë... Po. Ani, në regullë, s'është problem, ta ka në qepë. Mirë që ndronë me ta, mirë, po ki kohë më ju përkushtu, për shkak se... Po, vetëm kohën e verë, se kam pak ma problem, po më ndihmon Dafina, që më kujdes. Këtë periull, më ndihmojnë edhe prind, se për ndryshe vetë është problem, se ti për shembull dasmat deri vonë, deri sa po kthejna, deri sa po flenë, edhe tani, edhe pse nuk jam tip që flej gjatë ditës ashtu gjatë. Po. Qona herët. Po. Po, bashkë ajo periudha që duhet me qunë për shembull qerën 7, për exemple, unë maksimum dasmat u kam deri në manë flej. Ashtu ditëve tjera në 6 qona. Po. Gjatë dimrit në 6 gjithë janë. I zgjutje. Po, kështu e kam. Më thonë mirë është me ta dhe më thonë me përgatitje, i qonë vetë në qerë dhe? Vetë, e kam afra aty shumë. Ka kush janë? Qa kanë go ma shumë? Ka tja, ka Dafina? Tash ti s'pëtish me thonë, djali po thonë identiksion. Po, copy-paste. Vajza po thonë si Dafina, po që thati më njësë, unë qona i shkej pikrejt, dhe me thonë 3 fëmit. Po. Dafinën, mas pari, fëmin e ma, Kronin edhe Borën. Edhe tani qashtu ka ura 4. Sa i ka bo Kroni, sa i ka bo Bora? 2 vjeti ka Kroni, Bora 4. 4. Më thonë, Bora veç e di që e ndëgjën muzikën. Me këndua këndën? Interesant edhe djali, shumë ka vesh për mos. Dhe me thonë edhe djali, dhe me thonë. Dhe më nuk ka kongë që e ndëgjën që nuk e në ritëm edhe se Alas ka fillu me folë, po mënohet në të vetëm për e shot që ka vesh. Ka vesh. E për cilë ritmi. Me cilën je i lidhën ma shumë? Vajzat jem për babën, valla, veç kush folë, kush ka vajza bote, kush ka vajza bote ka. Shumë interesant kjo, kush ka vajza bote ka, të bjen me këndune për të asma? Po mbjene, po. E kur ta këndën, ta kujtën me një herë vajzën të ndë? Qysh jo, edhe interesant tasht njeri për me sa ma në mosh ma emocional, po. Edhe dasmat shpesh
ku isha, për shembull, ne darsëm shumë, se darsmat e mira, bëhen të në Kosovë, ne darsëm shumë me menaxhim të mirë, me gjithë shka, kur hinë nusja, ka njerë edhe këto kanagjegjët, shpesh ka njerë më shkon menet e vajza, edhe pse o fëmija, din, po e menoj edhe ka njerë më dalin edhe ljotë. Interesantë, di se e përjetoj diqysh se... Kur t'i vjen dita që të... Po, qashtë. Burim, i kam disa prej pyetjeve që i kom po, edhe... Jo, janë pak interesante pak, që kisha dosh dhe më tonë edhe me arë mendimin tanë. Nëse do ishe ushqim, cili prej tërme do ishe? Cili ushqim do ishe? Hajde, kallëzam. Ananas, më pëlqen ananas. Qaj më pëlqen? Alarmi apo pasqyrja? Zakonisht është mëngjes që të bezdis. Alarmi më bezdis, po. Alarmi. Se qona pa alarm. Sartë alarmi s'ka ndodhë me prit kështu. Vetë që më që para ti. Cilën këngë e këndon fshehur azi, që nuk i dimna? Edhe zakonisht kur je ndush. Tash në varet vëllai për momentit. Ka njerë më teket në ja që çudit në vetë kë kom nia. është në ja që lam të mirë. Ose ne e huj për shembull ne më tekët diçka, këtë varet për momentet. Po, vajte një për shembull që ki ma të shpeshtën, cila është ma e shpeshta? Unë në shoj zakonisht to këngë të huja, kur tash sidomos janë kohë të festave, për shembull llashat e mi kantare ose diçka kështu. Ose këtë kontrast, domthon me thu, pja saj këngë po del këtë këngë, thosh, ai normal. Llashat e mi cantare, con la chitarra in mano, lasciate mi cantare. Kjo kon kur kon. Kur kon. Vakt o vakt. Nëse kishe dasht me bo një duet, me kon kishe dasht? Po tash kjo puna duet e u bon si një farloj trendi. Kush është tash aktual? Me ata, vedin, po menoj që... Me dikon tip pa e marrë shambull, që ti nuk është e momentit, është që kisha dasht edhe e ki pa vetën, ndështë ta gjithmonë kisha pas qef në njëre, herë du kur do ma bjenë zoti për me pas t'i duet me ta. Po, tash ne jemi rritë me këngët, për shambull, kom shumë këngëtarë, po që dypi për mene. Jem rritë me këngët e Xhenit, që edhe më shkon tash edhe për dasma me Xhenit, po jem rritë edhe me këngët e Sabris, Sabri Fezullah. Pa. Edhe me ta më këshku. Dyat, bile, me Sabrin, është artisti madh, në ka ra shumë herë me na thirrë si surprizë në dasma, edhe në prerjen e tortës kemi knu bashkë. A bëdin edhe në ambientet hapën, edhe të mbyllën, në kështu i kemi pas. Janë dy këngëtarë shumë të mirë. Çka të bën me qesh mas shumë ti? Që ndoshta edhe kur je keq, po kur bën dikush diçka për shembull, ty vjen me kesh. Po ne kush që ka në qeshje interesanta, di si me epizoda, ti për shembull. Mos ja nisi. Këtë busqeshën e ki si të një dikush ty pati hapa. S'mu dhe më nalë. Tare kam bo me generatorin. A ka pasan po, u kry, që më kujtove. Tare kam bo me në generatorin. Se kitë veçantë. A ke në i zakon, në i sen që në faktikisht ta nuk e dim? Zakon. Po. Kom be zakonet ndryshme tash, s'pe di diçka më interesant. Me zakon shpeqe kom, teshat e mija s'kom qef me prejka, di se kom qef me majtë qëto. Do më thonë nuk ki qef me t'i prejkë dikush teshat tuja? Do më thonë nuk dapina nuk përzijet e teshat tuja? Po përzijet e më dimone sene, po une kom qef në varse, në qatë të dalapat e mi ku janë, Qështë i kilon t'i vetë? Qashtu, rrypat e këto, me po më njësë ndarësëm. Mësë mi pasë une kretë senat që i la, une më prishë disponime shumë. Kretë kom qef, me pulla, me kretë që i kom, do me rrypa, qysh i paloj, që ashtu mi pasë. Jem principial. Bravo. Bardh apo ze? Bardh. Une gjithmonë edhe i kom knu dashnis, edhe i kom pasë senat gjithmonë bardh. Edhe në shoqëni më njoj njës që edhe muhabetet i kom ka pozitivi. Pse i vesh ze për Po vesha pak, shumë mje, tha, me a thuj pak asajt bardha. Asajt bardha. Që vje bardha është ta. Bërim, omela e djeks? Omel. Nuk jom ka djeksja.
Omël. Bërim nëse e përshkruan jetën tënde me kafen, e omël, e idh apo e mesme? Ku qëndron? E mesme. E mesme. Te kafja me mesme. Thumi 3 emrat e 3 këngëtarëve femra që ty faktikisht doken që janë më të mirat në treg. 3. Kemi shumë, për shembull. Po 3 emrat. Era më pëlqen. Era, okay. Dafina. Okay. Edhe Nora më pëlqen. Edhe Nora. Do të thonë motra ti Srefi, edhe Dafina Zeqiri. Bravo. Burim, a ka me dikon që në fakt nuk i ki raportet e mira? Deri tash nuk kam pas në kom. A di se gjithmonë unë e kam principe në jetë, runa, çka kam qef, domthon nuk du m'ja bë dikujt diçka, s'kam qef as e kundërta mendoj, kështu që gjithmonë runa që mos më prish me dikon apo. A je dëshpëru për dikujt apo kolegëve? Për kolegëve, jo, për studiove ka raste që më dëshpëru. Për studiove? Po, për shembull, ndoshta kam pagu këngë 3-4 vjet mi ka vënu. Sa dhe më të mdhaja 3-4 vjet. Edhe publikus të pyet pse i vënu. Pa. Tani ma keqa që të ashtu çdo javë. Jo, javën e ardhshme në sigurt gati. Javën e ardhshme ti ke folë me klipin kërka ishti, bash nervoz edhe e hup një farë, e ki një farë nervoz edhe dëshpërohesh sigurisht. Dëshpërohesh. Din me kërku falje? Po. Din me fal? Dyat i kam princip kështu. A ka dikujna që i kishë thonë në falë tani këto momente? Për momentin nuk më kujtohet në sen që më bënë për me kërku falje, po nëse ka ndohë me herë, edhe kom kërku. E faleminderit, a din me përdorë shpesh? S'pedinja është 50 herë në ditë. Ku ti kishë thonë faleminderit që tash këto momente? Faleminderit për gjithë shka i thëmë mas pari familjes tanë. Pa. Se familja është, vërtet është, familja është e shajt, edhe me mundësit të vetë, çdo familje mendoj që për djalin e vetë, që i më të mirën me bo. Së mos familja em për mu gjithmonë më kanë qenë dëmonë mbështetësit më të mëdhaj, edhe më kanë pas mund vinë e parë, edhe i falenderoj shumë, së mos nana, që është e pas avancueshme. Faleminderit edhe gruas tem për këta fëmijë, edhe për këtë jetë që mundohet çdo ditë më bëj më të mirë, edhe rrethit edhe njerëzve, edhe faleminderit edhe ty për në emision që më ke ftuar. Burim, kur i kthehemi krejt viteve të mëhershme, a kishe dashur me kthy burimin e këngës magjike, burimin e Polifestit, burimin e festivaleve, burimin e mbrëmjeve të ndryshme? Po tash për çet kohë, jo, s'kisha dashur. Se nuk është ajo koha që ka qenë për shembull e aty në këngëve, çaja energjia që ka qenë atëherë, aja mungon tash, veç kur se pranon. Tjetër energji o ka në atëherë, tjetër këngë janë ba, tjetër mundësi ka pas. Me të thotë drejtën, tash qysh jam, mendoj që e ma mirë. Po mungojnë festivali, nuk është që se mungojnë. A të shkon mendja me marrë pjesë në ndonjë prej festivaleve? Më ka shku mendja bile këtë vit veç që jem vënu, se nashta kam mujtë edhe me marrë pjesë. Te kush? Te Kënga Magjike. Te Kënga Magjike. Aty kam marrë 3 herë pjesë, 2 çmime i kam marrë, edhe një herë kam hyrë gjysmë finale, 2 herë në finale. Nuk është larg vitin tjetër? Nuk është larg. Veç duhet me pas që mene sot që e kam. Mos më ndru. Bravo. Cilën këngë kishe dashur me fshi prej internetit sot kur e ndëgjon tënden? A ke ndonjë? Më të thotë drejtën, unë jam shumë i dëmtuar në internet, se këtë këngë që i kam pas, nuk e di kush i ka heka, qysh i kanë hek. Unë, më thonë, 60% bagazhe që kam marrë pjesë, këtë festival nuk janë në internet. Se atëherë unë kom mendu që vetë televizioni i qetë, vetë ku merë pjesë, për shembull i qesin, e nuk jam kujdes për këtë pjesë, se më kanë 16 vjetë deri moshën 20 vjeçare, adi nuk e kam ditë. Tash cilin e kisha fshi vetë, nashta në inqizimi vjetër, adi që kom dalë, s'pëdi që ka me thonë. Edhe veshja, pra të era o kanë interesant, po tash mos demodeja. Shoqënia, a është e njëjta ajo që ka qenë më përpara, apo ka ndru? Shoqënia ka ndru, se për shembull unë kam jetu në prizën. Po. Edhe
vitet që kom jetu në prizren, kom pas shoqnin atje. Tash, ata ka nik jashtë, jeta ka bët vetën, se cili mas punëve të veta, edhe largohesh pa e marrë vesh, ta shohesh mas 10 viteve që asë një telefonat bile se ke ba me ta, se jeta ta imponon. Po shoqënia e vërtet, normal që ka që e thirin telefon, më thirë, takomi kur vim për jashtë. Unë zakonisht kom net me rrethin tem në prizren edhe me ta sa shkoj shtu në dile nëse më bjen e herë me shku kështu gjatë muajt ka 2 herës 3 takona. E këtu atë shoqnin që e kam me ta çdo mëngjes. Kush është miku më i mirë i burimit për estradës? Për estradës unë njifna që me krejt kam pas mitësi. Prej dafine se krejt këngëtarë të më onë që në estradë i kam pas shok, miq. Po tashti rrallë shumë që jemi pa, ka qenë Berkani, atëherë vike shumë mësafirë kom pas për Shkupit. Shpati, krejt ta këngëtarë kanë qenë shok. Gentiani e kom shok. Gojani? Po, Gojani. Që shimi ma shpesh Gentiani. Albani, Alba Mehmeti. Tashti po na lidh kjo puna e dasëm ma shumë me këta. Se kam edhe shumë, inshallah së më preken që së më kujtohen, po tash në emision edhe emocioni e bënd vetëm. Burim, cilën këngë kështë dashtë me pas tonë dhe në arkiv prej këngëve cilat fakt i ndëgjojmë sot? Codit, jo të atërë, si codit. Cila kështë të dashtë me qenë kënga jote? E ki fjallën këngët e mija? Jo, dikuj tjetër. A dikuj tjetër, codit që? Codit, po, codit. Po e ma shumë, kuku ta kësha pas, qëta e kësha shkri kejt komplet, unë e për qefi kësha kërlu. Pytje e mirë, po... Përgjigjet, përgjigjet, se qatë shumë kongem të u bo. Edhe qatë shumë pongojmë, tash kjo bo si kur trenë, qka pongojnë sot? Nuk kom nej kongë, më thotë rinë që thonë, që kjo i shala, ose kësha pas që e më kanë. Qëto kongë të dafinjes krejtën përqenë, po... Se di sa më këshin shku mua, di se ta shkrit zhanër tjetër. Nuk kam nej sen, nuk kam nej përgjigje me dha për këtë. E fundit, Big Brother, a i shëhy? Big Brother është interesant që 2 vite këtë shoqënia më thëmë pse s'hen ti. Edhe? Se ata din që unë jam edhe komik, edhe krejt. Po, Big Brother, nështë ta më kish penalizu diçka. Se është mu, i kom një përparësi që nervoz është problem më bo, po është problem që familja jemi s'ka qef me jemë Big Brother. Se është pak problem, jo për mu, po ata njën emocionalisht nështë ta gjana që shëndohin aty dhe që shithojnë në televizion. Për ndryshe, për mu nuk e kam problem e se di mu gjetën, pak i rritër më dogo që jam. Nuk e di, nuk më ka bo në herë në iftes, po nuk besoj që kësha pranu. Për fund, bashkë me Lumin, edhe kima këndu edhe një kongë. Cilën kongë kima këndu? Për kënujmë Fukara. Fukara. Unë për të falenderoj edhe njëre, falemderit shumë që je pjesë e imja dhe që ke pëson të pjesë e emisionit një kapë. Falemderit shumë Labi, falemderit për ftesën, e inshallah shime vesh për të mirë. Inshallah për të mirë, për gëzime, shko drejt Lumit te, edhe në anën tjetër unë po i thëmë shikuesve të radio televizionit njësë një, shikuesve të, po, përsha dhe Lumi po vjen. Leon, falemderit. Shikuesve të radio televizionit njësë një, falemderit edhe për këtë natë bukur që qëndruam bashkë, Asret, falemderit për realizimi për gjithë shka, Hajdar, falemderit, Ambit, falemderit, Beratit, falemderit, Fatosit, falemderit. Knatësi që kem sonte bashkë me një kafe më labin, por aroma ime në studio është një kafe më labin bashkë me Pavinin. Falemderit Pavinit që është pjesë e rrugtimit tem, pjesë e emisionit një kafe më labin. Unë veç ju thëmë, ju du pa fort, ju du shumë, shihemi javën tjetër, burimi bashkë me Lum Halevaku. Sa lo kam derdhur unë për ty, sa shumë oj të kam dashur, më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty i pasur.
me shoqëri, doli për ty më fana, e piva shisha pambari, lotë të rëke më rana, e piva shisha pambari, lotë të rëke më rana, më mirë me ty e fukara, se sa pa ty i pasu, më mirë me ty e fukara, se sa pa ty i pasu.